Kur'an, nëse falenderoni, unë do t'ja ushtoj të mirat. E të mirat e Krijuesit ton janë e numerike, janë të shumta, na nuk mund t'i numërojmë dot se sa shumë të mira na i ka dhënë Zoti i Madhërisëm. Dhe çdo të mirë që e keni nga unë, tha Krijuesi i Madhërisëm. Prandaj njeriu e mira e tij i shfaqet edhe në fytyrën e tij. Prandaj thot atë ditë do të ketë fytyra të ndritura dhe fytyra të nxira. Pra atë ditë do të ketë fytyra që bëjnë dritë nga veprat e mira, pra do të ndriçojnë, po pastaj do të ndriçojnë edhe pjesët ku ne kemi marrë avdes, për shkak se jemi la jo vetëm në rendimentin fizik, por jemi la edhe në rendimentin metafizik. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, pra ka shpëtu ai i cili e pastroi vetveten dhe u larguar nga gjërat e kota. Prandaj njeriu duhet të punojë shumë në këtë Ramadan mubarek që të marrë aur pozitive dhe të jetë pra pozitiv me vetveten, por dhe me të tjerët.